Për më shumë se 4 dekada, shprehja islam politik është bërë një nga termat më të përdorur në analizat akademike, mediatike dhe politike për të përshkruar lëvizjet islame dhe rolin e fesë në jetën publike. Megjithatë, juristi dhe studiuesi palestinizo-kanadez Wael Hallaq, një nga autoritetet më të njohura bashkëkohore në historinë së drejtës islame, argumenton se vetë kjo kategori është konceptualisht e gabuar dhe nuk arrin të përshkruaj realitetin historik të islamit. Në veprat e tij, veçanërisht në librat The Impossible State dhe Restating Orientalism, Hallaq argumenton se termi islam politik nuk është një kategori që buron nga tradita islame, por një koncept i ndërtuar brenda kornizës intelektuale të shtetit modern dhe të akademisë perëndimore. Sipas tij, ky term pasqyron mënyrën se si moderniteti e klasifikon fen, më shumë se sa mënyrën se si Islami ka kuptuar historikisht vetveten. Në qendër të argumentit të Hallaq, qëndron ideja se Islami klasik nuk ka qenë kurrë thjesht një fe në kuptimin modern të fjalës. Për më shumë se 1000 vjet, ai përfshinte një traditë të gjerë morale, juridike, shoqërore dhe etike, ku ligji, drejtësia, përgjegjësia publike dhe jeta fetare nuk konceptoheshin si fusha të ndara. Për këtë arsye, sipas tij, nuk ka kuptim të flitet për një islam politik, sikur politika të ishte një shtesë moderne mbi një fe, që më parë kishte qenë kufizuar vetëm në sferën private. Hallaq argumenton se ndarja ndërmjet fesë dhe politikës është karakteristike e shtetit modern perëndimor dhe nuk mund të përdoret si model universal për të interpretuar qytetrimet e tjera. Në historinë islame, autoriteti juridik nuk ishte i përqendruar në shtet, por zhvilloi përmes një tradite të pasur të dietarëve, gjykatësve dhe institucioneve që vepronin me një shkallë të konsiderueshme autonomie nga pushteti politik. Pikërisht për këtë arsye, Hallaq kundërshton idenë se përvoja historike islame mund përshkruhet me kategoritë politike të krijuara nga moderniteti evropian. Ai argumenton se kur studiuesit përdorin termin islam politik, ata shpesh e shohin islamin përmes lenteve të shtetit modern, duke supozuar se çdo projekt islam duhet të synojë pushtetin shtetëror në kuptimin bashkëkohor. Një nga argumentet më të rëndësishme të Hallaq është kritika ndaj vetë shtetit modern. Në librin The Impossible State, ai argumenton se shteti modern është një institucion me karakteristika krejtësisht të ndryshme nga forma tradicionale të qeverisjes islame. Ai është i centralizuar, burokratik, sovran dhe pretendon monopolin mbi ligjin, dhunën legjitime dhe autoritetin politik. Në traditën klasike islame, sipas Hallaq, ligji nuk krijohej nga shteti, ai zhvillohej përmes jurisprudencës islame, e cila ishte rezultati i punës së brezave të dietarëve dhe nuk kontrolloi drejt për drejt nga sundimtarët. Kjo ndarje ndërmjet autoritetit politik dhe autoritetit juridik përbënte një nga karakteristikat më të rëndësishme të qytetërimit islam. Për këtë arsye, Hallaq argumenton se përpjekjet moderne për të ndërtuar një shtet islam përballen me një kontradikt të thellë. Shteti modern është produkt i filozofisë politike europiane dhe funksionon mbi parime të ndryshme nga ato të traditës klasike islame. Si rezultat, ai arrin në përfundimin se një shtet modern që të jetë njëkohësisht plotësisht islam në kuptimin klasik është praktikisht i pamundur. Nga kjo perspektivë, edhe shprehja islam politik bëhet problematike. Sipas Hallaq, ajo krijon përshtypjen se islami është një ideologji politike e ngjashme me nacionalizmin, liberalizmin ose socializmin. Në realitet, argumenton ai, tradita islame nuk ka lindur si një ideologji për marrjen e pushtetit shtetëror, por si një sistem moral dhe juridik që synonte rregullimin etik të jetës individuale dhe kolektive. Një tjetër element qendror në analizën e tij është kritika ndaj mënyrës se si akademia moderne klasifikon shoqëritë muslimane. Hallaq argumenton se shumë kategoritë përdorura sot janë produkte të orientalizmit dhe të modernitetit kolonial, të cilat e interpretojnë historinë islame përmes përvojës europiane. Kjo nuk do thotë se çdo studiues vepron me motive politike, por se vetë kornizat konceptuale janë formësuar në një kontekst historik të caktuar dhe duhet të analizohen në mënyrë kritike. Ai vëren se termi islam politik shpesh përdoret për të bashkuar fenomene shumë të ndryshme në një etiketë të vetme. Brenda kësaj kategorie futen parti parlamentare, organizata bamirëse, lëvizje reformiste, grupe aktiviste dhe organizata të armatosura, megjithse ato kanë objektiva, metoda dhe vizione krejtësisht të ndryshme. Për Hallaq,
ky përgjithësim nuk ndihmon kuptimin e realitetit, por e thjeshtëson atë. Në vend që Islami të trajtohet si një ideologji politike, Hallak propozon që ai të kuptohet si një traditë normative. Kjo traditë nuk kufizohet te pushteti apo institucionet shtetërore, por përfshin etikën, drejtësinë, përgjegjësinë morale, marrëdhëniet shoqërore dhe zhvillimin e karakterit njerëzor. Për të, këto elemente kanë qenë historikisht më të rëndësishme se sa kontrolli i aparatit shtetëror. Në analizat e tij, Hallak argumenton gjithashtu se moderniteti ka ndryshuar mënyrën se si kuptohet ligji, autoriteti dhe sovraniteti, ndërsa në traditën islame ligji konsideroi si një autoritet mbi sundimtarin. Në shtetin modern është vetë shteti ai që prodhon dhe kontrollon ligjin. Ky ndryshim, sipas tij, e transformon rrënjësisht marrëdhënien ndërmjet fesë dhe pushtetit. Prandaj, ai paralajmëron se përdorimi i termit islam politik shpesh e zhvendos debatin nga tradita e pasur juridike dhe etike islame drejt një interpretimi të ngushtë ideologjik. Në vend që ta shpjegoj islamin, ky koncept rrezikon ta reduktojë atë në një projekt për pushtet politik, duke lënë në hije dimensionet morale, shpirtërore dhe juridike që kanë qenë themelore në historinë islame. Për Wael Hallak, analiza serioze e islamit duhet fillojë nga burimet e veta historike, nga zhvillimi i jurisprudencës islame dhe nga tradita e saj etike, e jo nga kategoritë konceptuale të prodhuara nga shteti modern. Vetëm në këtë mënyrë, argumenton ai, mund të kuptohet kompleksiteti i qytetërimit islam, pa e reduktuar atë në etiketa që pasqyrojnë më shumë përvojën e modernitetit perëndimor se sa realitetin historik të vetë islamit. Në këtë kuptim, kontributi i Hallak nuk kufizohet vetëm në kritikën e termit islam politik. Ai përfaqëson një kritik më të gjerë të mënyrës se si moderniteti, shteti dhe akademia kanë ndërtuar kategoritë me të cilat interpretojnë traditat jo perëndimore. Për të, sfida nuk është vetëm ndryshimi i një emërtimi, por rishikimi i vetë kornizës teorike përmes së cilës studiohet Islami në botën bashkëkohore.